Të dashur vëllezër, një nga temat e cila dua të trajtoj sot në vazhdën e moralit të besimtarit, moralit islam, është çështja e zilis, çështja e xhelozis, çështja që e preokupon zemrën e besimtarit karshi fenomeneve të jashtme, të cilat besimtari mundet që të ndikohet nga këto fenomene. Sepse njeriu ka disa natyrshmëri me të cilat Allahu i lartësuar e ka krijuar dhe e ka pajisur. Dhe një nga këto natyrshmëritë e njeriut është që njeriu shikon të tjerët. Njeriu i shkon syri tek jeta e dikujt tjetër. Njeriu i shkon syri tek pasuria e dikujt tjetër. Pra, e ka në natyrë njeriu këtë, është e pashmangshme. Biles, nëse do të shkojmë herët në histori, kanë thënë dietarët se njeriu është i krijuar me natyrshmërinë që ta shikoj veten e tij më lart se dikush tjetër. Më të mirë se dikush tjetër. Kjo është natyrshmëria e njeriut në vetvete. Dhe kur e shikojmë gjunahun e parë që ndodhi në faqe të tokës, vrasja e parë midis dy djemve të Ademit alayhis salam, Kabilit dhe Habilit, pse ndodhi? Sepse, siç shpjegohet në transmetim, vajza e cila zgjodhi Habilin dhe nuk zgjodhi Kabilin për martesë, Kabili u xhelozua, e zuri smira, e zuri inati, duke e kuptu ai sipas vetes vet dhe duke e menduar që unë jam më i mirë se ky, jam më meritor për këtë vajzën se sa ky. Edhe e çoi kjo xhelozi, kjo smir, ky posedimi një mirësie që kishte dikush tjetër në veprim, ai sa dhe të vras vëllaun e tij. Xhelozia është shumë e keqe dhe ne kemi të shpjeguar në historinë e Jusufit alayhis salam, vëllezër prej babe, dhe nuk, siç i themi ne, honepsin dot dashurinë që baba kishte ndaj Jusufit dhe vllaut tij tjetër, Benjaminit. Dhe e dim se çfarë ishin në gjendje të bënin vëllezërit. Po pse? Sepse njeriu e mendon për vetën e vet diçka, don ta ketë vetë. Dhe njeriu lind me këtë ndjej, me këtë natyrshmëri dhe është e pashmangshme, por ajo çfarë këshillon Islami është që të gjitha natyrshmëritë që Zoti e ka krijuar njeriu me anë të shpalljes mësimeve kuranore dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, t'i orientojmë këto natyrshmëritë tona drejt asaj çfarë Zoti don dhe është i kënaqur. Po të shikojmë në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai çfarë bëri? Ai pavarësisht se e ndryshoi me themel besimin dhe jetën sociale në Mekën dhe në Medinë, ai në vetvete holl punoi fort me natyrën dhe karakteristikat që ata njerëz kishin. Për shembull, ata njerëz e respektonin Qaben edhe pse bënin idhujtari, ndërkohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë respekt që kishin për Qaben dhe me shpalljen hyjnore do ta orientonte drejt Ibrahimit alayhis salam, që siç e madhëroni dhe respektoni dhe ju Qaben, kështu është dhe shpallja e fundit. Por ne duhet ta orientojmë te respekt ndaj Qabes drejt besimit në Zot dhe jo drejt idhujve. Pra, këtë natyrshmëri të besimit profeti sallallahu alaihi wasallam e kanalizoi drejt Allahut të lartësuar. Arabët ishin të shquar për trimëri. Ai sa ishin të gatshëm të bënin lufta fisnore për një person të fisit tyre, ishin të gatshëm të hynin në luftë si fis. Profeti sallallahu alaihi wasallam e mori këtë natyrshmëri të tyre, këtë burrninë e tyre, forcën e tyre, kur u bashkua Islami me ta e pranuan fen, pastaj këtë karakteristikë të burrnisë, të ruajtjes së vendit të tyre të vatanit e përdori me Islam në drejtimin e kauzës për hatër të Allahut lartësuar. Saqë këta njerëz tashmë nuk vriteshin më për gjëra të kota, pse
më shef shtrem dhe pse e bëre këtë me pjesëtar të fisit tim, por kishin qëllime madhore, të lartësonin fjalën e Allahut të lartësuar, të mbronin nderin e tyre, të mbronin njëri tjetrin. Dhe profeti alayhis salam punoi me këtë natyrshmëri të këtyre njerëzve dhe e drejtoi atë drejt së mirës. Kështu dhe ne po të shikojmë kjo natyrshmëria jonë e xhelozisë, e të dashurit për të pasur diçka që e ka dikush tjetër, që shkon syri, shkon mendja, as sikur ta kisha dhënë këtë gjë. Islami nuk e ka hudh poshtë që ta quaj se është diçka haram dhe e ndaluar, por ka thënë duhet me orientuar tek gjërat që kënaq Zotin. Dhe një nga këto gjërat tha, është e lejuar që njeriu ta xhelozoj dikë tjetër pse ai është i ditur, pse ai është hafiz Kur'ani, edhe të thotë, ti isha dhe unë si ai, por për të mirë, duke i dash të mirën atij, pra me kuptimin mashallah ai, e Zoti ja ka begatu, ti isha dhe unë si ai. Pa dashur që ti doj të keqen tjetrit, por atë mirësi që e ka begatu Zoti atë ta ketë dhe për vete. Apo dikush që ka pasuri, Islami tha, ta duash dhe ti pasurinë si që ka filani fistegu që e përdor pasurinë e ti, por rrugt të Allahut në shërbim të punëve të hajrit, dhe ti të thuash, si kur të kisha dhënë pasuri, që të punosh punë të mira si që punon filani, por jo xhelozia dhe smira e keqe, që të duash të keqen për atë, ta urresh pse e ka ai atë, ta duash për veten tënde, kjo më pas do të ishte e ndaluar rreptësisht në Islam. Sepse në momentin që në zemrën tonë të dashur besimtar kultivojmë një ndjesi të xhelozisë dhe smirës, karshi negative që dikush tjetër ka për Allahu të lartësuar, kjo sjell shumë dëme të mëdha në jetën tonë. Dëmi kryesor dhe më madhor është se ne kundërshtojmë një prej 6 kushteve të besimit. Ndërkohë që të quhesh besimtar, duhet të jesh besimtar tek të 6 kushtet e besimit në mënyrë absolute. Besimi në Allah, besimi në melajke, besimi në libra, besimi në profet, besimi në jetën mas vdekjes dhe besimi në kader, në caktim të Allahut subhanahu wa taala. Kader çfarë do të thotë? Allahu ka caktuar çdo gjë për çdo kënd. Nuk e ka njeriu atë që ka prej vetes vet, por Allahu ja ka dhënë atë. Kështu që në momentin që ti kultivon xhelozi në zemrën tënde për dikë tjetër, ti i ke rënë drejt për së drejtin kundërshtim kaderit të Zotit. Se kur thu pse e ka ai atë, kjo do të thotë të thuash pse e ka dhënë Zoti atij atë. Ti po futesh tek punët e Zotit. Po futesh tek punët e Allahut xheleshanu. Dhe ky është problem shumë madhor, nëse e lëm këtë ndjesi të pushtoj zemrën tonë. Sidomos në kohë provash që siç jetojmë ne tani, vjen vera, dikush shkon me pushime, hedh një foto në rrjetet sociale me makina të shtrejta, edhe muslimani ngacmohet nga këto gjëra, apo mund t'i kalojnë ndjesit në zemrën e tij, ti isha dhënë vendin e tij. Po kjo nuk duhet lejuar kurse si një ndjej të jetë në zemrën e muslimanit, të çosh në përmend të jesh në vendin e dikujt që nuk është në Islam. Pse? Për shkak të mirave materiale të jetës së kësaj bote. E shikojmë se në çfarë rreziku na çon kjo ndjesi, është shumë e rrezikshme. Tjetër problem që kjo më pas ka të bëj në aspektin e brendshëm emocional dhe shpirtëror të njeriut, është se ti në momentin që kultivon xhelozi ndaj begatisë së dikujt tjetër, a di çfarë ndodh? Ti nuk shijon asgjë nga ato çfarë Zoti ka bërë risk ty. Nuk shijon dot gjë për riskut që të ka dhënë Zoti. Pse? Po sepse ti nuk e ke mendjen ke ajo çfarë të ka dhënë Zoti ty. Ti e ke mendjen tek ajo e tjetrit. E keni pa atë eksperimentin social, që dikush është pa këpucë, shef atë që ka këpucë, dhe thosh, atë kisha dhënë këpucët. Ai që ka këpucë, shef atë që është me bicikletë, atë kisha dhënë bicikletën. Ai që ka bicikletë, shef atë që ka motor, motori makinë, makina e vjetër më të shtrejtën, e kështu deri tek aeroplani shumë ky muhabet.
Sepse njeriu është i pangop. Po kur bëhet njeriu i pangop? Bëhet në momentin që nuk thot faleminderit o Zot për atë mirësi që Zoti ka dhënë ato momente. Dhe mos të harrojmë, është prej gjërave thelbësore, elementare të besimit ton që ajo çfarë ne posedojmë në këtë momente është më e hajrit për ne. Këtë duhet ta kemi një prej besimeve të palëkundura në kaderin Allahut të lartësuar. Atë që Zoti ka dhënë në këto momente, gjendja që jemi ne në këto momente, është më e hajrit për ne të dashur besimtar. Sepse vallai mund të na jepte Zoti një të mirë materiale, por do të shikotet që ajo mund të të shkatronte ty në jetën e besimit. Mund të jepte Zoti një të mirë materiale, por ndoshta mund të ishte sprovë për ty të mos vishen xhami, mos të falshe namaz. Nuk e dim. Por mirësia e Zotit shikohet në këtë formë. Çfarëdo që Zoti ty të ka dhënë dhe të ka sprovuar me skamje dhe me kamje, përderisa ti je në besim dhe në praktikim të fesë së Zotit lartësuar, dije që ajo është mirësia më e madhe që të është dhënë. Se të gjitha gjërat që na jepen prej aspekteve materiale të kësaj bote, ne duhet të shikojmë të jenë në shërbim të besimit ton për ahiretin ton. Pra edhe ajo puna që ne punojmë, që ropatemi, punojmë me orë të tëra, ikim këtu, ikim atje, pse e bëjmë këtë? Sepse themi që ne duhet fitojmë halal, të mbajmë familjen halal, sepse kjo rrugë shikojmë që na man në Islam, pavarësisht provave dhe vështirësive, përderisa je në Islam, kjo është më e mira për ty. Dhe të duash diçka, Kurani do të thoshte, mund ta duash diçka, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, mund ta duash diçka më të madhe, por po të ta jep të Zoti atë që e kërkon më të madhe, ajo mund të ishte sherri, shkatrimi më i madh i jetës tënde. Dhe shikojmë se si nafton Islami në besim të kaderit, të caktimit që Zoti ka caktuar për ne në këto momente, dhe të jemi falenderues për mirësitë që na ka dhënë, dhe kur, siç thot Xheku, mos t'ia kesh nezën asnjëhnit, mos ta kesh zili askënd. Mos ta kesh xhelozi askënd, pse ja ka dhënë Zoti diçka. Sepse ti thu, elhamdulillah jam i kënaqur me kaderin e Allahut të lartësuar. Kur Zoti ta shikoj të arsyeshme me urtësinë e tij për të dhënë atë çfarë unë dua, unë pres. Po ma dha, po s'ma dha, prapa ajo është më e mira për mua. E rëndësishme është që unë qëllimin e gjithçkaje, sebepet, ti orientoj drejt përfundimit tim në një vdekje me besim dhe largim me iman nga kjo botë, që do të na bëj dobi në botën tjetër, se ne e dim që asgjë materiale e kësaj bote nuk do të na bëj dobi ditën e gjykimit. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, sepse atë ditë nuk do t'i bëj dobi as kujt, as pasuria dhe as fëmijët, e forca e farefisnia, vetëm kush i vjen Allahut me një zemër të nështruar. Zemër nështruar do të thotë kjo pra. Të mos lësh asnjë element negativ të jetës së jashtme të prish ty atmosferën e brendshme të lumturisë shpirtërore me atë çfarë Allahu i lartësuar ka caktuar në kaderin e tij. Dhe thot Allahu i lartësuar në surën Nisa 54, am yahsudun an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Kjo përmbledh gjithçka. A mos vall u a keni zili atyre njerëzve për atë që Allahu u ka dhënë nga mirësitë e tij? Shiko sa bukur. A mos vall i keni zili njerëzit për atë që u ka dhënë Allahu për mirësive të tij, pra u ka dhënë Allahu atyre atë mirësi. Ja ka dhënë Allahu e ka caktuar Allahu të mirësi. Ti nuk mund ta xhelozosh dhe ta kesh zili atë, sepse bie ndesh drejt për drejt me caktimin e Allahut të lartësuar. Dhe dietarët kanë thënë, kjo është një nga gabimet që mund bëjë një njeri i papjekur në besim. Pse? Sepse duke kërkuar të kesh diçka që ka dikush tjetër, ti çfarë po bën? Ti po thu, o Zot, ma jep dhe mu atë çfarë ka ai. Ndërkohë ai ka portën e vet të hapur të riskut. M'rregull? Ka portën e vet të hapur të riskut që Zoti e begaton. Dhe ti thua, o Zot, më jep risk mu prej portës ti. Ndërkohë ti duhet thuash, o Zot,
më hap mu riskun, më hap dyert e riskut, kërkoje të hapi Allahu portën e ti, për ty, të jetë specifike për ty, sepse Allahu i lartësuar ka fuqinë për të plotësuar gjithë shka, çdo gjallëes çfarëdo që ka nevojë në këto momente, është Allahu që me emrin e tij As-Samad ja plotëson çdo gjë. E sikur njerëzit e gjindet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të mblidheshin të gjithë bashk, e të kërkonin të gjithë bashk në të njëjtën kohë, dëshirat e tyre nga më të ndryshmet, të kërkonin prej Allahut të lartësuar t'ia plotësonte të gjitha nevojat e tyre, nuk do të paksonte nga pasuria e Allahut të lartësuar, qoftë edhe diçka minimale. Ndërkohë, kjo duhet kuptuar që ti të jesh i aftë ta lutesh Allahun e lartësuar për të kërkuar riskun tënd, që të jesh i kënaqur me atë që Zoti ka caktuar ty, edhe jo të shkosh më pas të kërkosh riskun tënd nga porta e dikujt tjetër. Dhe kjo është gabim, sepse kjo automatikisht me vepër njeriu pra në një farë forme i bien ndër caktimit të Zotit, por edhe sikur thot Zoti s'ka mundësi me më dhon mua diçka. Se kjo del në konkluzion. Përderisa ti nuk e lut drejt për drejt Allahun do të plotësoj ty gjithçka. Wa idha salaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. Sepse Zoti thot në Kur'an, kur të pyesin robërit e mi për mua, thuaj unë jam afër, i përgjigjem lutjes se lutësit kur mua më lutet. Është e pranuar duaja kur ti je i bind. Dhe Muhamedi alayhi salatu sallam ka thënë që çdo dua e bërë me sinqeritet është e pranuar tek Zoti. Ose të pranohet moment, ose të shtyhet kur është më e hajrit për ty, nuk ta jep Zotin në këto momente se mund të jetë e keqe për ty, ose mund të jetë totalisht e keqe për dynjan tënde dhe Allahu ta lë ty atë për ahiret. Asnjë dua e njeriu nuk kthehet pas. Dhe kanë thënë të urtët, si mendon ti që Allahu nuk ta plotëson ty duan, kur është ai që të ka bërë ty të bësh dua? Është Allahu i lartësuar që të mundsoj të hapësh duart për t'u lutur atij, përderisa ai ta ka mundsuar do thotë që do ta pranoj atë gjë. Sepse me të vërtetë ka shumë njerëz që e kanë shumë të rëndë, thonë o Zot, vetëm kur vështirësohen. Prandaj ne kemi akoma për të na bërë të reflektojmë mbi këtë çështje, ne kemi në surën Felek. Çfarë thot Allahu i lartësuar në surën Felek? Wa min sharri hasidin idha hasad. Kërkoj mbrojtje nga zili qari, i cili me zilin e tij ka sulmin negativ ndaj mirësisë që Zoti ka dhënë ty. Ajo çfarë ne quajmë nazar, dëmi i nazarit syrit, që tha profeti alayhi salatu sallam, syri, zilia është kjo ajo ndjeja e keqe që tjetri të shikon begatin tënde dhe nuk të bën dua për bereqet, e fut deven të nxere. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, shumë njerëz në ummeti im do të vdesin prej nazarit, prej mësyshit, por ata nuk e kuptojnë. Aq e fuqishme është kjo ndjesi. Dhe Allahu, nga që kjo është shumë e rrezikshme që mund të dëmtoj ty, e ka vendosur surën Felek në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ti ta lexosh 3 herë mëngjes dhe mbrëmje, të mbrohesh në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes nga të gjithë këto komponent të keq që mundet ty të xhelozojnë atë mirësi që Zoti të ka dhënë. Por kjo duhet parë në 2 këndvështrime. Në rast të parë kjo dua bëhet për veten tonë, që ne mos na bëv Zoti prej tyre që shikojmë dikë me xhelozi, me smir. Sepse kjo do të thotë që Allahu na bëj besimtar të nënshtruar, mutawakkilin, të mbështetur totalisht te caktimi i Zotit, dhe e dyta është dua e cila ne e bëjmë mbrojtje ndaj të tjerëve karshinesh. Dhe duke qenë se profeti alayhi salatu sallam e ka vendosur në dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes për ta kënduar këtë sure 3 herë, do të thotë se sa e rrezikshme është kjo situatë në jetën e përditshme. Por ama kur ti mbrohesh me dhikr, me Kur'an, asgjë nuk do të dëmtoj ty më pas, sepse ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, kush e bën këtë gjë në mbrëmje është i mbrojtur deri në mëngjes, e kush e bën në mëngjes është i mbrojtur deri në darkë. Ktu kuptojmë ne më pas që kjo është një sfidë e jona që të jemi gjithmonë në përmendje të Allahut të lartësuar, por thash, Zoti mos na bëf prej tyre që e këndojnë surën Felek kundrejt nesh.
Që mos jemi ne kurrë ata që dëshirojmë të dëmtojmë dikë me nazarin ton, me shikimin ton, me atë ndjesinë e keqe. Dhe çfarë ndodh të dashur besimtar? Imam Gazaliu e ka përkufizuar shumë bukur këtë ndjesi shpirtërore të njerëzit, dhe inshallah do ta mbyllim me këtë, dhe thot njeriu i cili nuk beson pra në kaderin e Zotit në këtë rast dhe kultivon zilinë në shpirtin e tij, ai patjetër do të përjetoj 3 ndjesi në shpirtin e tij sipas dashakeqësisë së tij. E para nuk është fort e keqe, por njeriu mund të vinë në gjendje shpirtërore dhe të thotë, ta kisha unë atë çfarë ka filani. Po kjo është gabim në kontekstin se po e kërkon riskun nga dera e tij, e tham këtë. Por prapë kjo është një ndjesi që nuk është totalisht e keqe, por fillon njeriu këtu avash në hapat e para të bie ndesh me caktimin e Zotit xheleshanu. Hapi i dytë që fillon të shkatrojë njeriu për brenda, që mos të shijoj kurrë mirësitë e Zotit mbi të, është kur thot: ta kisha unë atë çfarë ka filani e mos ta kishte ai. Fillon që ta urrej tjetrin pse ka atë mirësi. Dhe do donte ta kishte veç për vetën e vet. E kuptoni dot një njeri që ngryset me këtë ndjesi, gdhin me këtë ndjesi, e gjithë jeta e tij është fokusuar ndaj atij njeriu që e urren, ndaj atij njeriu që e xhelozon dhe ka smir, e kupton në çfarë botet e errët futet ai shpirtërisht. Ky njeri kur nuk thot faleminderit o Zot në jetën e vet. Sepse gjithë jetën e tij e ka të fokusuar tek ai që urren, tek ai që ka xhelozi dhe bën çmos intriga që t'ia heqë atë begati. Ai sa siç e tham fillim, edhe donin me vrar Jusufin alayhis salam, vetëm që pse do babai atë. Subhanallah. Dhe po flasim për bi profeti këtu, të Jakubit alayhis salam. Nuk po flasim për njerëz të rëndomt si puna jonë, për bi profetër që e kishin profetin babain e tyre, me edukatën profetike dhe prap arritën të vishin në këtë gjendje shpirtërore, sepse nuk thonin elhamdulillah, pra, nuk e falenderonin Zotin për mirësitë që ata njerëz i kishte gabluar. Dhe më rënda, thot Imam Gazaliu, është kur njeriu arrin një gjendje të poshtë shpirtërore dhe thot: as unë nuk e du atë që ka ai, nuk e du, vetëm ai jamon mos ta ketë, se nuk e shoh dot në vret syt. E kupton në çfarë dimensioni shpirtëror shkon kjo më pas? Unë nuk e du për vete, vetëm ai mos ta ketë, se nuk ja shikoj dot. Tani pse dhe thash do ta mbyll me këtë përkufizim kaq mrekullueshëm të Imam Gazaliut. Tani pse e gjithë kjo e përzjodha si temë të dashur besimtar? Sepse një gjë që duhet ta kuptojmë me të madhe është që të gjithë këtë mirësi të madhe që Zoti na ka dhënë, mirësinë e namazit, mirësinë e xhamatit, mirësinë e xhamis, mirësinë e vllazërisë, ne nuk duhet kurrësi ta lejojmë të fusim në shpirtin ton dhe në zemrën ton ndjesi të kësaj natyre, edhe të prishim jetën tonë, edhe të shkatrojmë jetën tonë. Jo. Ne duhet jemi kundra çdo gjëje e cila tenton të na prishi këtë mirësi që Allahu na ka begatuar. Mirësinë më të madhe është mirësia e falënderimit. Nuk ka mirësi më të madhe se sa fjala elhamdulillah. Nuk ka dhikër më dashur tek Zoti se sa të thuash elhamdulillah. Dhe Zoti kur ti të thuash elhamdulillah për ato mirësi që të ka dhënë, që ndoshta të duken të pamjaftueshme, por nëse do të jesh falendërues me sinqeritet, dije wala in shakartum la azidannakum. Nëse do të jeni falendërues, Allahu ka bërë ligj ka për t'ju ashtu mirësitë ju. Ka për t'ju ashtu mirësitë, por ju duhet ta kërkoni mirësinë dhe begatinë nga dera juaj e falenderimit dhe jo nga dera e smirë dhe xhelozisë ndaj dikujt tjetër. Prandaj e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na janë qartësuar kaq qartë këto gjëra, që të dimë të orientojmë natyrshmërinë tonë si njerëz, që edhe me këto ndjenja ne mos të bijem pre e gjërave kaq të këqija që do ta shkatronin jetën tonë, por mund të shkatronin subhanallahu edhe ahiretin tonë. Prandaj Zoti na bëf prej falendëruesve dhe prej atyre që
plotësojmë plotësimin më të bukur të besimit, që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kush e arrin këtë është kulmi i besimit, nuk ka besu la yu'minu ahadakum, askush s'ka besu besim të plot, bukur, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Derisa të doj për vllahun e tij atë çfarë do për veten e tij. Besimtari i sinqert gëzohet me begatinë e vllaut të tij musliman. Sikur ta kishte për veten e vet. Vallai sikur ta kishte për veten e vet gëzohet, elhamdulillah. E ka vllau im, elhamdulillah. E kam vllau musliman, vej kokën sejdë me të, pi kafe me të për ditë. E du të mirën e tij, në familjen e tij, tek fëmijët e tij. Dhe kjo është mirësia më e madhe. E kur ti kalon në këtë gjendje shpirtërore, futet hadithi tjetër i profetit sallallahu alajhi wasallam, që të vish në një grad të mirë të besimit, që jo ta kesh xhelozi vllaun tat musliman, po të bësh dua për të. Në mungesë, namaz të natës, ta përmendesh me emër, dhe ju a këshilloj dhe këshillojnë dietarët, që aty kur ndoshta ju cyt shejtani për një mirësi dhe begati që dikujt i është dhënë dhe mund t'ju futet në mendime, në namaz të natës sulmoj shejtanin duke bë dua për atë vllaun. E do të jesh qetësi ditën tjetër. E do ta shohësh me dashuri pastaj vllaun tat musliman pratër të Zotit. Dhe kur të vish në këtë gjendje, Allahu nuk të le asnjë dua ty të papranuar, por ka thënë, cakton një ëngjëll në kokën tënde dhe thot amin për vllaun që po lutesh dhe për ty. Çfarë do duaje që po lutesh për vllaun, amin ëngjëlli thot u plotësoft edhe për ty. Iku xhelozia. Iku pra xhelozia në këtë formë. E si mundesh ti të kesh smirë dhe xhelozi ndaj dikujt më pas? Allahu i lartësuar na ruajt nga kjo ndjesi e keqe, nga kjo ndjesi që është sulm drejt për drejt i besimit të sinqert në Allahun subhanahu wa taala. Allahu na bë falendërues dhe të mjaftueshëm atë që na ka caktuar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft me të mirat e tij.